Dashi. Sot nuk do të ndjeni më nervoz, por do të mbështeteni në një siguri të brendshme që ju lejon të përballoni çdo situatë pa ankth. Në marrëdhënien do të përjetoni momente të jashtëzakonshme. Ndjesitë do të jenë aq të forta sa që her pas here do t'ju duket sikur jetoni në përëndra. Për ata beqar, një takim i papritur do t'ju ndihmojë të filloni një lidhje të re dhe të begat, duke ju surprizuar me emocione të thella. Në punë duhet të jeni shumë të kujdesshëm me çdo veprim. Vendimet e marrura me mendim do të fillojnë ta përcaktojnë rrugën tuaj, pasi nuk do ka kthim mbrapa. Nga ana financiare, situata do të mbetet e mbrojtur, kështu që nuk do të keni asnjë arsye për të shqetësuar. Demi. Sot do të filloni ditën me një ndjenjë rinfreskuese, ku çdo gjë duket e re dhe e qartë. Nëse jeni në një marrëdhënie, ambienti do të jetë paksa i trazuar në mëngjes, por duke biseduar hapur me partnerin, do të arrini të ndërmerrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Për ata që nuk janë në një lidhje, do të nxisni takime të reja, megjithse duhet të merrni kohën e duhur për të përfituar nga çdo mundësi pa u zhytur në emocione të tepërta. Në ambientin profesional do të ndiheni shumë të frymëzuar dhe të motivuar, ndërsa ndoshta disa vendime të shpejta mund të sjellin gabime nëse nuk mendoni thellë. Në planin financiar, vëmendja ndaj shpenzimeve është e domosdoshme, pasi keq menaxhimi mund të krijojë sfida të papritura. Binjakët. Sot, ndoshta do të hasni momente ku gjërat duket se nuk shkojnë siç keni menduar, por me humor dhe durim do ta kaloni çdo sfidë. Në marrëdhënie, rutina mund të sprovojë pak mërzi, kështu që duhet të jeni të gatshëm të ndërmerrni hapa për ndryshim. Ata që janë të lidhur do të shijojnë momente të ndara me partnerin, ndërsa ata beqar do të kenë takime të shumta, megjithse nuk është e garantuar që do të çojnë me lidhje të qëndrueshme. Në punë, organizimi dhe mendimi i qetë do t'ju lejojnë të përballoni çdo pengesë pa bërë gabime të panevojshme. Nga ana financiare, pritet një përmirësim i butë dhe disiplinë në menaxhim do të sigurojë që çdo shpenzim të bëhet me kujdes. Daforia. Sot do të mbizotërojnë energji pozitive dhe gjallëri, duke ju bërë të ndjeni të gatshëm për të ecur para me vendosmëri. Në marrëdhënie do të ndiheni më të afërta me partnerin tuaj dhe do të merrni vendime që do të zgjidhin sfidat e të kaluarës përmes tolerancës. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë që të sjellë një ndryshim të lehtë, por për lidhje serioze do t'ju duhet kohë. Në ambientin e punës, performanca juaj do të jetë e shkëlqyer dhe shefat do t'ju shpërblejnë për përpjekjet, ndërkohë që do të rritet reputacioni juaj. Nga ana financiare, edhe pse ndryshimet nuk do të jenë dramatike, menaxhimi i disiplinuar i shpenzimeve do të ruajë një stabilitet të qëndrueshëm. Luani. Sot do të ndjeni plot optimizëm për të ardhmen, duke ditur saktësisht se cilat hapa duhet të hidhni. Nëse jeni në një marrëdhënie, ndikimi i Mërkurit do t'ju sjellë momente të paharrueshme që do forcojnë lidhjen me partnerin dhe do ju bëjnë të mendoni për projekte afatgjata së bashku. Për ata që janë beqar, një misi e vjetër mund të marrë një formë të re dhe të bukur, duke sjellë ndjenja pozitive që do t'ju nxisin. Në punë, përkushtimi juaj do të duket në çdo detyrë, ndërsa në planin financiar, edhe pse situata nuk është ideale, është mirë të kërkoni ndihmë nga të afërmit kur është e nevojshme për rregullimin e buxhetit. Virgjëresha. Sot, ndikimi i hënës do t'ju favorizojë në komunikim dhe bashkëpunim, duke sjellë një atmosferë harmonike në çdo ndërveprim. Në marrëdhënie do të ndiqni mënyra për të plotësuar dëshirat e partnerit dhe për të krijuar një afrim të fortë. Për beqarët, mundësitë për njohje të reja do të jenë të pranishme, duke ju hapur rrugë të reja për lidhje që mund t'ju çojnë në një të ardhme më të ngritur. Në ambientin e punës, do të jeni të aftë të kërkoni dhe të realizoni plane të reja me sukses, ndërsa në planin financiar, disiplinë e fortë në menaxhim do të mbajë situatën në kontroll, edhe pse sfidat e vogla mund të hasen. Peshoria. Sot do të shfaqeni të jetë kreativ, duke e konkretizuar çdo ëndërr që keni pasur me fjalë dhe veprime të menduara. Në marrëdhënie do të ndiheni të lirë për të shprehur ndjenjat tuaja me pasion, duke sjellë një atmosferë që do ta bëjë çdo moment të paharrueshëm. Për ata beqar, një takim i papritur me shikim të parë do të jetë vendimtar, duke ndryshuar rrjedhën e jetës suaj emocionale. Në punë, do të jeni të përkushtuar për të përmbushur qëllimet e planifikuara me efikasitet, ndërkohë që menaxhimi i disiplinuar i shpenzimeve financiare do të sigurojë që situata të mbetet e stabilizuar pa asnjë shqetësim të madh. Akrepi. Dëgjojuni thellësisht zërit tuaj të brendshëm sot, sepse do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo hap me maturi dhe pa gabime. Në marrëdhënie, nëse jeni së bashku, përpiquni të mos lini as pak gjëra të vjetra të ndikojnë negativisht. Mbani gjërat të qarta, në mënyrë që të siguroheni se partneri juaj do të vazhdojë t'ju mbështesë.
Për ata beqar, optimizmi juaj duhet të mbetet i palikundur edhe kur ndjeni pasiguri, duke e lejuar rastin që takimet të ndodhin në mënyrë të natyrshme. Në ambientin e punës, vendosmëria juaj do të zgjidhë çdo sfidë, ndërkohë që në planin financiar, çdo hap duhet marrë me kujdes për të ruajtur ekuilibrin që ju nevojitet për të ardhmen. Shigjetari. Sot do të keni një liri të madhe veprimi dhe do të keni besim të plot në rrugën tuaj. Në marrëdhënie, çdo ndërveprim do të sjellë harmoninë e përsosur, duke zbuluar hapa të reja që do t'ju çojnë në një kapitull të ri emocional. Për ata beqar, vendosmëria për të bërë propozime do të jetë në qendër, por është e rëndësishme të merrni çdo hap me kujdes dhe të mos u shpejtoni. Në ambientin e punës, mundësitë që do t'ju dalin do t'ju ndihmojnë të arrini qëllime të reja, ndërsa në planin financiar, menaxhimi i disiplinuar do t'ju ndihmojë të ruani një qëndrueshmëri afatgjavë. Britsjapi. Sot është e rëndësishme të tregoni shumë të kujdesshëm me komunikimin dhe veprimet tuaja. Nëse jeni në një marrëdhënie, secila fjalë duhet të ketë vlerën e vet që të kontribuojë me një afrim të sinqert me partnerin, pa keqkuptime. Për ata beqar, sinqeriteti dhe hapja e emocioneve do të jenë çelësi që do t'ju hap mundësi të reja, edhe nëse duhet të merrni kohë për të bërë këtë hap të rëndësishëm. Në ambientin e punës, do të keni mundësi të realizoni projekte të rëndësishme në mënyrë të strukturueshme, ndërkohë që në planin financiar, disiplinë dhe kontrolli i kujdesshëm do të mbajnë buxhetin në rregull dhe do të minimizojnë rrezikun e shpenzimeve të panevojshme. Ujori. Sot do të ndjeni dëshirën të madhe për të qenë vendimtari, duke e mbajtur gjithmonë kontrollin në çdo situatë. Në marrëdhënie, mos lejoni që inatet e vjetra të prishin afërsinë, përpiquni të ruani harmoni dhe të tregoheni të kujdesshëm. Për ata beqar, do të keni një ditë të re që mund të sjellë mundësi të papritura, kështu që mbani një qasje të hapur ndaj çdo njëje të re. Në ambientin e punës, mos merrni përgjegjësi të detyrave të kolegëve, pasi kjo mund të shtojë peshën tek ju dhe të shkaktojë stres të panevojshëm. Në planin financiar, çdo vendim duhet marrë me reflektim të thellë, për të ruajtur një stabilitet të qëndrueshëm pa gabime të padëshiruara. Peshi. Sot të ndjeni të frymëzuar dhe të motivuar për të ndjekur ëndrat tuaja me një kreativitet të pasur. Në marrëdhënie, nëse jeni në një lidhje, do të përjetoni një përplasje të ndjerë emocionale që do të sjellë afrim të thellë mes jush dhe partnerit, duke u ndjerë si në përhëndra ku harmoninë dhe dashurinë përqafojnë çdo çast. Për ata beqar, kjo ditë do të jetë vendimtare, pasi një takim i papritur mund t'ju hapë dyrë për një lidhje të re që do t'ju mbush me energji pozitive. Në ambientin e punës, do ndjeni të aftë të bëni ndryshime me ide të reja, duke transformuar çdo sfidë në një mundësi për rritje dhe inovacion. Nga ana financiare, disiplinë dhe menaxhimi i mirë i buxhetit do t'ju ndihmojnë të shmaneni çdo gabim.